Kjo është fotoja më e dhimbshme e Elionës mbi varrin e nënës dhe motrës. Eliona, banorja e Big Brother VIP Kosova, ka prekur zemrat e publikut me rrëfimin e saj të sinqert për jetën dhe sfidat e mëdha që ka kaluar ndër vite. Gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në vend, ajo ndau me publikun një nga plagët më të thella të jetës së saj, humbjen tragjike të nënës dhe motrës në një aksident. Një ngjarje e rëndë që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në shpirtin e saj dhe që vazhdon ta shoqërojë në çdo hap. Së fundmi, në rrjetet sociale po qarkullon një fotografi tepërprekse, ku Eliona shihet e shtrirë mbi varrin e nënës dhe motrës së saj. Pamja është e mbushur me dhimbje dhe mall, duke reflektuar një moment intim e të ndjerë që ka prekur thellë ndjekësit. Kjo foto rikthen në vëmendje periudhën më të vështirë të jetës së saj, një kapitull që ajo e ka ndarë me publikun me shumë guxim gjatë rrëfimeve në BBVK. Reagimet në rrjet kanë qenë të shumta, me komente mbështetjeje dhe solidariteti për të. Historia e Elionës mbetet një dëshmi e forcës dhe qëndrueshmërisë përballë dhimbjes, ndërsa publiku vazhdon ta përkrahë në rrugëtimin e saj.